Policia e Tiranës ka arrestuar 18 persona në lidhje me protestën e dhunshme të Partisë Demokratike zhvilluar mbrëmjen e së premtes, ndërkohë Blut ka nisur procedim në gjendje të lirë për 28 persona të tjerë. Mes protestuesve të arrestuar janë dhe 3 të mitur. Në procedime është dhe deputeti opozitës Klevis Balliu, i cili akuzohet për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Deputeti Balliu ishte personi që komunikoi para protestës me policinë, e cila nuk mori përsipër zhvillimin e tubimit, duke firmosur dhe shkresën zyrtare. Sipas njoftimit të policisë, protestuesit arrestuar akuzohen se kanë hedhur molotov në drejtim të uniformave blu, duke rrezikuar jetën e tyre, si dhe kanë kryer dhe veprime të tjera si kundërshtim i forcave të policisë apo kanë gjuajtur me sende të forta në drejtim të tyre. Gjatë arrestimeve të protestuesve, policia njofton se ka sekuestruar 25 molotov të pashpërthyer, 27 celular dhe sende të tjera të kontraligjshme. Disa prej të arrestuarve janë përsëritës të këtyre veprimeve dhe në protestat e kaluara të opozitës.